Kthehemi në studio dhe mbetemi tek diskutimi për kandidatin që duhet të paraqes opozita në garën e ardhshme të zgjedhjet pjesëme të Bashkisë së Tiranës. Është bashkuar me mua në studio për të diskutuar Barbara Doda, sekretare e përgjithshme e Partisë Mundësia, njëkohësisht bashkë themeluese e kësaj force. Barbara, shumë faleminderit, kënaqësi të bisedojmë. Mirë se u gjeta. Shumë faleminderit për ftesën. Mirë, ishe sot pjesë e diskutimeve bashkë me kolegun Erald Kapri, me delegacionin, po e quajmë kështu, nga Partia Demokratike. U folën 3 emra në media, megjithatë duke sigur kishte një lloj favorizimi për Ermal Asimen. Në deklaratën që dhatë përshtyp gjithsesi u shprehët që mjafton të mbetemi parimit të një kandidati me ngarkesë të ulët politike si e vetmja formë për të maksimizuar votën. Çfarë ndodhi ditën e sotme? Besoni se keni një dakordsi nga PD-ja, nga ajo që diskutohet? Në fakt jemi të lumtur që Partia Demokratike ka pranuar propozimin e Partisë Mundësia për të shkuar me një kandidat të përbashkët, jo partijak. Ne mendojmë, edhe nga zgjedhjet e majit të 2025-s që ishin vetëm pak muaj para, jemi të diktuar tani nga elektorati për dalë përtej vetes tonë, përtej partive, për gjetur dikë që edhe na unifikon, por dhe maksimizon votën e opozitës. Na duhet një kandidat që është i papërlyer, një kandidat që është i bërë vetë, një kandidat që është komplet e kundërta e kandidatit të Partisë Socialiste. Është diskutuar për emra sot, por në fakt takimi nuk ishte për këtë gjë. Takimi ishte për të rënë dakord mbi propozimin, mbi parimin, dhe parimi ka qenë ky. Të gjejmë një kandidat që është mbi partitë politike, përtej partive politike që mund të na bashkojë. Dhe me sa duket e kemi marrë një dakordsi. Okej, por ndërkohë se i takon po themi ecërisë së mëtejshme, u dekretuan zgjedhjet, nuk e di Partia Mundësia ka një qëndrim nëse veprimi i presidentit ishte apo jo në binarët e kushtetutës, edhe së dyti koha nuk pret, do duhet nxitohet pak me daljen e një emri përderisa do të shkojnë zgjedhjet në 9 nëntor? Unë kam qenë pjesë e bisedimeve me presidentin, bashkë me kryetarin e partisë, zotin Shehaj, kur ishin zgjedhjet e 11 majit, para se dekretoi data. Dhe që atëherë kuptuam që në takimin e parë me të që faktikisht ishte, po themun, djela e Edi Ramës. Pra, ai dekreton një vendim që i çohet nga Edi Rama. Dhe kjo nuk ka asnjë dyshim që është fyese për vendin tonë, për kushtetutën e vendit, dhe mbi të gjitha fyese edhe për figurën e presidentit. Nuk di rast tjetër më ekstrem se sa ky joni tashmë. Por kjo është një gjë. Pra nuk ka dyshim që presidentit tashmë, si çdo gjë tjetër, është nën pushtetin e Ramës. Këtu ka njëri shumë fuqishëm që ka kapur çdo gjë tjetër, dhe ajo është Edi Rama. Por nga ana tjetër, nuk mund të mohojmë faktin që ne jemi opozitë. Dhe opozitës i shërbejnë zgjedhjet, i shërbejnë për të fituar besimin e qytetarëve, për të luftuar. Kjo ne duhet ta shfrytëzojmë si një mundësi. Dhe ne si Partia Mundësia nuk kemi frikur kur garave. Kemi qenë pjesë e tyre, kemi ndërmarrë iniciativa, vetë hapja e një partie të re, si që bëm ne, kur gjithë kishin dyshime, tregon që faktisht ne nuk jemi për një zgjedhje, po jemi për një vizion afatgjat. Që pa çka, po e them edhe një herë që presidenti dhe roli i tij është kthyer tashmë në një rol të automatizuar të kryeministrit, ne jemi gjithmonë për të mos u shmangur garave, jemi për zgjedhje. Barbara, është një bashkëpunim i izoluar vetëm tek kryeqyteti apo një parim që mund të shtrihet dhe më tej në opozitë? Sepse garë do të ketë dhe në 5 bashki të tjera. Po, atëherë do të kemi parasysh, e para Tirana nuk është si 5 bashkit e tjera, pra Tirana është pushteti i dytë më i madh në Shqipëri. Dhe është një gjendje e jashtëzakonshme që nuk ka ndodhur kurrë në historinë e vendit tonë. Pra për herë të parë kemi një kryetar bashkie që është në burg, nuk është as i dorëhequr, nuk është as i dëmtuar, është në burg për korrupsion. Dhe kjo na detyron në një situatë jashtëzakonshme të marrim edhe ose të propozojmë zgjidhje të jashtëzakonshme. Pra, ne sot po bashkëpunojmë për gjetur një kandidat, sepse kjo është më e mira për qytetarët. Domethënë, ne duhet ta shfrytëzojmë këtë mundësi. Unë nuk e di sa herë mund na vi kjo mundësi që në kryetari i Bashkisë Tiranës të arrestohet për korrupsion. Kështu për shkak gjendjes së jashtëzakonshme, normalisht duhet bëjmë edhe ne një zgjidhje të jashtëzakonshme që është dalja me një kandidat të vetëm. Për t'i dhënë qytetarëve, për Tiranën, është për Tiranën.
sepse kjo është gjë e dur për të bërë. Pra, çfarë ka ndodhur në Tiranë, është se kishim për 12 vite një kryetar tërësisht korruptuar. Dhe ne e kemi për detyrë tani t'i japim mundësinë Tiranës të ketë një kryetar të pakorruptuar dhe të pakorruptueshëm, një person i pakapur. Sepse Tirana e meriton. Unë jam arkitekte vetë. Çdo ditë që ne dalim nga shtëpia në Tiranë ka një krizë. Nuk është çështja vetëm e kryetarit të bashkisë, po është bërë pa jetueshme për qytetarët. Tirana kërkon një administrator të mirë, kërkon një person që e njeh dhe e do qytetin. Kështu ju mendoj që tani është momenti i dur për të bërë këtë lëvizje, për të bashkuar opozitën rreth një kandidatit vetëm. Okej, po Barbara, duke parë në konceptin edhe, po themi në atë se çfarë ka ndodhur në të shkuarën partia, mundësia lindi, po themi si një mendim i djathtë, por ndryshe nga Partia Demokratike, aty keni qenë dhe ju, ka qenë dhe zoti Shehaj, vetëm para pak muajve ne kemi parë skena jo të denja mbi zotin Shehaj nga Flamur Noka, për shembull që ishte pjesë e treshës që do negocionte, por që nuk ishte sot në takim dhe rrjedhimisht as zoti Shehaj. Kujtojmë rastin e keq të hedhjes së telefonit. E gjithashtu po flasim për një parti e cila u duk sikur luftoi goxha me ju për mandatin e zotit Erald Kapri. Ka kuptim bashkëpunimi në këto rrethana apo është diçka që shkon përtej kësaj? E pare, do për të qartësuar, në nuk undam nga Partia Demokratike ditën që zoti Noka pat një konflikt me zotin Shehaj në parlament. Darja jonë ka qenë tërësisht ideologjike. Është vërtet që ne jemi djathtë, kemi qenë brenda Partisë Demokratike, por ne nuk mendonim njësoj me Partinë Demokratike. Kjo na detyroi që ndërtonim një parti të re dhe një alternativë të re të djathtë. Kështu që ne kemi ndarjen me ta. Pra ne besojmë që jemi të ndryshëm nga ta. Dhe këtë gjë e pam si mbështetje dhe në zgjedhje, sepse siç e përmendët vetë, ne ishim një parti shumë e re dhe fituam 2 mandate. Dhe në fund ditës, pa çka se mund të jetë dukur si luftë me Partinë Demokratike, ne nuk u ndam për 2 vota. Ishte i qartë që Tirana na dha 2 mandate, që nuk është pak për zgjedhjet e para. Kështu që unë ju thash, kjo është një situatë e zakonshme ku ne po bëm një propozim i cili është pranuar, por deri këtu është interesi i qytetarëve sot. Unë nuk mendoj që një koalicion tjetër mund të jetë për momentin në interesin e qytetarëve. Për shembull, 2 emra që janë diskutuar kanë qenë zoti Hasimja dhe zonja Çepani. Që në këtë rast zgjedhja e cili do prej këtyre 2 kandidaturave ose nëse ka dhe kandidatura të tjera, nuk bie ndesh me vizionin ton afatgjat, sepse ne kemi thënë që jemi ndërtuar për t'i dhënë Shqipërisë një ditë një qeveri të pakorruptuar. Dhe unë mendoj që secili nga këto 2 alternativa janë pikërisht njerëz të ndershëm që kanë provuar veten, njerëz që kanë bërë diçka, që kanë kontribut në shoqëri, kështu që zgjedhja e cili do prej tyre nuk do ishte në kundërshtim me vizionin ton. Ndërkohë, Barbara, lidhur edhe me kandidatin e ardhshëm, në rastet e kandidatëve për zgjedhjet vendore kërkohet zakonisht kontributi i të gjithë partisë, duke qenë se do të jetë një kandidat me gjatë që nuk do t'i përkas asnjëherë partive. Beson se të gjitha do të bëjnë maksimumin për ta zgjedhur? Besojnë që ose kanë për zemër interesin e qytetarëve, duhet bëjnë të gjitha maksimumin për ta zgjedhur. Kushdo nga kandidatët që tjetë, pra për mua nuk është aq i rëndësishëm emri, sesa të bijem dakord njëherë për parimin, pra që tjetë ky lloj njeriu që do jetë në kontrast tërësisht me zonjën Manastiriliu, pra thash një person i ndershëm i bërë vetë, një person që na përfaqëson, që na bashkon, që maksimizon votën e të djathtëve. Unë nuk mendoj që është problem emri, por po, si Partia Mundësia do bëjmë pamundurën që të ketë një shans vërtet për t'u zgjedhur. Okej, Barbara, ndërkohë kemi parë dhe zhvillimet në parlament, duket sikur nuk ka, po themi, tolerancë për partit e vogla, t'i quajmë, si tilla marrë për nga numri i deputetëve, madje dhe zoti Kapri është ankuar që janë bërë disa seanca dhe nuk ka folur mbi 5 minuta. Sa penalizuese është diçka e tillë? Në seancën e fundit pam diçka inkurajuese që u lejuan shumë deputet të flisnin. Do të ishte mirë të vazhdoj në këtë sens? Shikon, para këtyre zgjedhjeve Agroni ishte i vetëm parlament dhe ka arritur të bëjë betejë pa çka vështirësisë, ka qenë tërësisht i vetëm parlament. Unë mendoj që zoti Shehaj dhe zoti Kapri bashk do bëjnë shumë më tepër se çka bërë Agroni i vetëm. E shikoj edhe tek Eraldi me gjithë aktivizimin e tij që në ditët e para e shikoj që do të jetë një mandat ndryshe. Nuk ka dyshim
që është e vështirë për ne. Aq më tepër, unë e thash, Rama është një autokrat, ai nuk ka absolutisht asnjë leverdi të lëri partitë e reja të tregojnë veten. Por ata jam e bindur që do këmbgulin dhe do luftojnë parlament, jashtë parlamentit, në parti, çdo herë që ka zgjedhje për të bërë më të mirë dhe për të çuar interesin e qytetarëve në kumbet. Për të dy ata e kam këtë bindje dhe mendoj që ka filluar mbar. Okej. Ndërkohë, lidhur me pritshmëritë e mëtejshme, çfarë apo themi prioritetesh ka patur Partia Mundësia, ishte një rrugtim i mirë dhe ndoshta historik nga pikpamja e apo themi një fryme që del nga PD-ja dhe arrin të konkretizojë mandate parlamentare, për shembull nuk e kishin arritur më herët emra dhe të rëndësishëm si ish presidenti Topi, Astrid Patozi, shumë apo themi funksionar, ku po përqendroheni në organizimin e brendshëm? Është vërtet kjo që shpreh, domethënë nga gjithë partitë ose nga individët që kanë pasur një të kaluar me Partinë Demokratike, ky ka qenë po them një rast suksesi. Normalisht ne punuam për më tepër. Nuk mund të them që kemi qenë tërësisht të kënaqur me rezultatin, por e kuptojmë që ishin vetëm 10 muaj si parti dhe koha e jashtëzakonisht e kufizuar, e pa barabartë në media, e pa barabartë në mjetet financiare, dhe mendoj që ishte puna e gjithëve ne që u përkthyet paktën në mandate, në 2 mandate. Por ne nuk u krijuam për një palëzjedhje, ne u krijuam e para për ndërtuar një forcë të re të djathtë të vërtet, sepse e kemi parë si mungesë në vendin tonë. Pra, e dyta, për të përfaqësuar gjithë ata njerëz që nuk ishin të përfaqësuar. Ka shumë njerëz që nuk do donin një parti të vjetër, por do donin diçka të re. Ne u krijuam si kjo gjë e re dhe ndryshe nga pjesa tjetër e vjetër, dhe e treta është sepse ne kemi një vizion afatgjatë. Ne nuk u krijuam duke dhënë lum mbi Partinë Demokratike apo partitë e tjera. Ne u krijuam duke treguar vizionin tonë. Dhe kjo është diçka afatgjatë, se vizioni jonë është vërtet që vendi t'i japim një qeveri të pakorruptuar. Ne e dimë se çfarë ka ndodhur në këto 30 e kusur vite. Ideja jonë dhe dëshira jonë është të bëjmë ndryshe dhe këtë po përpiqemi çdo ditë. Ndërkohë, tek negociatat kemi parë që nga partitë e reja, Lëvizja Bashk ka refuzuar në mënyrë kategorike pjesëmarrje në propozimin tuaj dhe nga Shqipëria Bëhet lexova që kishte patur një telefonat me Slamur Nokës dhe Adriatik Lapaj. Do të ishin të nevojshme dhe votat e këtyre subjekteve në ato që keni propozuar? Shiko, në situatën ku jemi, mendoj, është çdo votë është e rëndësishme. Si votat e Lëvizjes Bashk, votat e nismës, e me radhë. Pra, çdo votë është e rëndësishme, sepse po themi dalim për te partive politike. Por, nga ana tjetër, ne si Partia Mundësia sot jemi forcë e tretë në Tiranë. Pra jemi me 6% votave në gjithë Bashkinë Tiranë, po jemi me 8 deri në 10% votave dhe në zonat urbane. Dhe doja të thoja këtë gjë që ne kemi bërë një propozim dhe ky propozim nuk ka qenë thjesht kundrejt Partisë Demokratike, ky ka qenë propozim për gjithë opozitën dhe gjithë partitë që e ndjejnë veten opozitare, sepse mendojmë që është gjëja e duhur për të bërë. Deri tani nuk di, sepse nuk kemi qenë në komunikim me zotin Lapaj apo zotin Qori, por në parim do duhet dhe në parim do duheshin të gjithë, absolutisht. Në parim do duhet çdo vot. Në parim do duhet çdo vot. Okej. Barbara, unë po lexoj dhe një reagim të Ermal Asimës në rrjetet sociale që thotë ndihem padyshim i vlerësuar që emri im është propozuar në listën e kandidatëve potencial të opozitës për Tiranën dhe falenderoj ata që e kanë propozuar apo mbështetur idenë kur të marr, nëse marr thot në Klapa një propozim zyrtar, do të mund të mendohem dhe të marrë një vendim. Vjen mirë gjithashtu që 2 emrat e tjerë në listë, Florian Haçkaj dhe Edlira Çepani, janë njerëz që i vlerësoj maksimalisht dhe që do të ishin kandidat të shkëlqyer për opozitën. Ka bërë çudi, Asimja ka marrë një lloj propozimi jo formal për emrin që ju propozuat ditën e sotme? Unë me sa kuptova nga mesazhi i zotit Asimja, ai po pret që të dakordsohemi si opozit, ndoshta për ta bërë zyrtare kandidaturën e tij ose të ndonjërit nga kandidatëve të tjerë.
Unë mendoj që zoti Asimi do ishte një kandidat I shkëlqyer, siç e mendoj edhe për... Është pyetur nga ju përpara propozimit, besoj apo jo? Na ka lënë të kuptojmë që mund të propozojmë emrin e tij. Okej, dakor. Ndërkohë, lidhur edhe me, po themi, atë që keni përballë, është një zonjë dhe në rrjete ka patur edhe komente që do të ishte ndoshta një zonjë më e denjë për një përballje të tillë, pra ka që e lidhin edhe me gjinim. Beson se do të kishte impakt apo ka të bëjë më shumë me kandidatin? Personalisht për mua nuk ka rëndësi gjitnia. Për mua ka rëndësi njeriu, individi. Pra nëse individi që ndron ato parime që ne kemi shprehur, unë jam më së dakord kushdo që tjetë. Pra, tash, për mua gjinia në këtë rast është e parëndësishme dhe nuk e shikoj vetë se si mund të luaj rol. Unë shikoj që zgjedhim kandidatin më të mirë të mundshëm për të përfaqësuar gjithë opozitën, për të maksimizuar votën. Pa nëse është grua, nëse është burr, për mua nuk ka absolutisht asnjë lloj rëndësie për sa kohë të jetë njeriu I dur për Tiranën. Okej, dhe kandidatura përballë Manastirliu çfarë thot për ju si subjekt në kuptimin e vlerësimit të posturës së saj politike? Mund të jetë një kandidat e fortë, e dobët. Edhe në krahasim me dy nga kandidaturat, për shembull, nëse do marr zotin Hasimja, që është personi që ka ndërtuar një institucion arsimor më të miri në Shqipëri, më të vlerësuar në Shqipëri, nga ana tjetër zonja Manastirliu si ministre e arsimit ka dështuar. Pra nuk ka bërë asgjë të mirë për arsimin, përkundrazi në raportet e PISA-s vendi jonë është në vendet më të ulta. Kështu që kontrasti mes këtyre është shumë I madh. Nëse do ta krahasoj me zonjën Çepani. Zonja Manastirliu është një person që ka punuar gjithmonë dhe ka përfituar nga pushteti, ndërsa zonja Çepani është një person që ka kontribuar në shoqërinë civile me projektet e saj e me radhë. Që unë do thoya që për ne është e rëndësishme gjejmë një kandidat që është tërësisht e kundërta e zonjës Manastirliu. Dhe unë mendoj që një person si zonja Manastirliu, që është në hetime nga SPAK, një person që emri I saj është I përfolur, që është I bashklidhur me probleme shumë dhaja që kanë ndodhur në Shqipëri, si menaxhimi I krizës së Covidit, e me radhë të arsimit, mendoj që është lehtësisht I mundshëm nëse është kandidat I dur. Dhe unë mendojmë që vetëm një kandidat përtej partive politike mund ta bëjë këtë gjë. Barbara, kam dhe një pyetje të fundit që ka të bëjë me një lloj tradite negative që rezulton, kemi patur bashki ku drejtues vendor për krybashkiakët janë larguar me skandale korrupsioni, në 2 raste janë larguar me skandale seksuale, siç ka qenë rasti I Dibrës dhe I Kuksit, dhe për çudi majoranca ka fituar më thellë. Kemi një tjetër rast ku, siç e the ti, nuk ishte ndodhur që në Tiranë largoi një krybashkiak për korrupsion dhe ishte po themi pas hekurave. Mund të thyet kjo traditë negative dhe pse ka ndodhur në gjykimin tënd në raste të tjera, sepse janë veprime, po themi, fyese në raport dhe me elektoratin. Absolutisht, po dëgjoj, kjo që ka ndodhur në Tiranë, pra në rastin e kryetarit të Bashkisë Tiranë, nuk është e krahasueshme me asnjë bashki tjetër. E para, jo vetëm sepse është larguar për shkak të korrupsionit, po sepse është arrestuar në zyrën e tij, në detyrë. Dhe kjo është e hera e parë që ndodh në Shqipëri që një person me kaq pushtet të merret dhe të arrestohet nga zyra e tij dhe të çohet drejt burgut. Pra, që këtu ne kemi një ndryshim. Dhe duhet jemi në gjendje edhe ta kuptojmë këtë lloj ndryshimi dhe këtë nevojë për të ndryshuar. Kështu rasti I zotit Velia është tërësisht I ndryshëm nga çdo rast tjetër. Aq më tepër opozita ankohet që në zgjedhjet pjesëshme përqendrohet dhe I gjithë shteti. Po nuk ka dyshim, ata kanë shumë pushtet, kanë shumë para, kanë të gjitha mjetët në favor të tyre, por ky nuk është justifikim për ne. Ne ndoshta nuk I mundim dot me paranë dhe pushtetin që ata kanë, por nëse ne arrim të mundim me një figurën e dur, mendoj që kjo do mjaftonte dhe ne duhet ta provojmë. Jemi detyruar ta provojmë një alternativë të tillë, se nuk e kemi provuar kurrë. Kështu të provojmë të gjejmë dikë që është përtej nesh, përtej partive politike, për të mundur Edi Ramën dhe pushtetin e tij. Për ne opozitën është një shans për të hequr pushtetin Edi Ramës. Sepse edhe zonja Manastirliu do jetë vegël e pushtetit Ramës, asgjë më tepër. E qartë. Barbara, shumë faleminderit që ishe me ne, kënaqësi të bisedojmë. Faleminderit juve. Mirëmiq, do të shkojmë në publicitet, kthehemi vetëm pas pak në studio.